Demokratike të Kosovës. Siç e dini, sot është thirrur seanca për orën 11. Kjo seancë është thirrur në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës dhe aktgjykimet e Gjykatës Kushtetuese të Republikës Kosovës. Dje ka qenë afati i fundit për konstituimin e kuvendit, ndërkaq sot është dita e 31 dhe jemi në shkeljet plot të Kushtetutës. Unë jam këtu për të sqaruar aspektet ligjore të kësaj çështje kushtetuese, dhe ju e dini që pushteti ka bërë lloj-lloj interpretimi, por kësaj here me sa duket kanë vendosur me bërë një interpretim që është komplet absurd dhe që të vërtetën mund ta lexojë çdo qytetar i Kosovës. Unë kam këtu me vete aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese, numër KO 124/25. Çdo qytetar i Kosovës mund ta gjejë në webfaqen e Gjykatës Kushtetuese. Nëse shkoni me lexu paragrafin 140 të këtij aktgjykimi, aty thuhet qartazi dhe me lejoni ta citoj. Duke marrë parasysh elaborimet e mësipërme, gjykata vlerëson se afati prej 30 ditësh i përcaktuar nga kushtetutbërësi në paragrafin 1-9-66 nuk mund të trajtohet si afat brenda të cilit vetëm duhet të provohet konstituimi i kuvendit, por se ky afat në ndërlidhje me përcaktimet e nenit 2 dhe paragrafit 2 të nenit 4 dhe nenit 7 e nenit 65 e tjerë numërohet baza ligjore, është afat brenda të cilit duhet të konstituohet kuvendi. Pra thuhet jo vetëm të provohet, por të kryhet konstituimi. Është e bardha në zezë me shqipe shumë të qartë për me lexu gjithkush. UD presidentes që thotë shkoni në Gjykatë Kushtetuese duhet t'i bëj disa pyetje përmes jush. A ka nevojë që kjo dispozit më u sqaru? Pse duhet edhe një herë në Gjykatë Kushtetuese? A e njeh zonja UD presidente këtë aktgjykim të Gjykatës Kushtetuese? A ka qytetar që mendon që në këtë paragraf ka paqartësi? Unë nuk besoj që ka njeri që ka mbaruar shkollën fillore dhe që nuk e kupton këtë tekst. Jam i bindur. Jam i bindur që kuptojnë gjithë, është shumë e qartë, nuk është gjuhë teknike, nuk është gjuhë profesionale se merr vesh askush, është gjuhë e përgjithshme që e merr vesh çdo kush që din shkrim dhe lexim. Prandaj thirrja për me shku në Gjykatë Kushtetuese është për me vonu konstituimin e kuvendit, për me ndërtu një blokadë politike në shkelje të kushtetutës. Kushtetutat ekzistojnë për me vënu pushtetin nën kontroll, që pushteti me qenë nën kushtetutën, jo pushteti mbi kushtetutën. Sot ne pushtetin e kemi mbi kushtetutën. Qytetarët e Kosovës duhet ta dinë që këtu nuk është çështja vetëm për shkelje të një afati, të një nenit, të një procedure të vogël. Regjimet autoritare kështu vendosen. Fillon me pak e një ditë, kjo shkelje që ndodh në organin kryesor të Kosovës. Mos të kujtojnë qytetarët e Kosovës që nuk mrin deri te jeta e tyre. Mos të kujtojnë që ky pushtet autoritar një ditë nuk troket nderin e një qytetari për mi shkel drejta themelore, për me ja bankrotu biznesin, për me shkel drejtën për punë, për me bërë çdo lloj shkelje tjetër drejtave dhe lirijve të njerëzit. Prandaj nuk është një moment ku duhet të heshtim, është një moment absurdi ku një dispozit kaq e qartë, kaq e kthjellët interpretohet sikur qenë ka konfuze. Si mund të thush kësaj dispozite? Kjo është fyrje, është tallje me popullin e Kosovës. Njeriu që ka qenë ministre e drejtësisë, që ka qenë kryetare e kuvendit, që sot është ushtruese e detyrës presidentes për shkak të krizës që u prodhu. Na thotë se kjo s'qen ka e qartë. A ka dikush, me qenë se kur ti ju pyeste dje, a ka dikush që do nxjerrë? Unë i pyes, a ka dikush se kupton që ta gjykim? A ka dikush që mundet me më thonë këtu mu, që ky aktgjykim nuk po thotë që dje u dashur me kry konstituimin? A ka një tillë? Nuk besoj. Jam i bindur që asnjë jurist sot në Kosovë, asnjë qytetar i zakonshëm, se s'është çështje komplikuar mirëdije, nuk e interpreton si interpreton pushteti. Prandaj kemi të bëjmë sot ku pushteti ka dalë totalisht jashtë binarëve kushtetues, edhe ne sigurisht jemi këtu për të ushtruar mandatin tonë, betimin që kemi dhënë, për me mbrojt kushtetutën. Në betimin, në tekstin e betimit shkruan, ne betohemi të mbrojmë kushtetutën e Kosovës në rand parë. Atë po e bëjmë sot, kemi ardhur këtu, edhe ta bëjmë me çdo mjet që është e mundur, se kjo është çështja për cilën na duhet të angazhohemi gjithë, jo vetëm si deputet, po si shoqëri. Në seancët e gruda, çfarë hapa do të ndërmerrni fillimisht? Prania juaj këto, çka do të thotë? Do të merrni pjesë në seancë apo jo e dyta? Kemi dëgjuar kështu përparim ngrudën e Partisë Demokratike të Kosovës, i cili ka risjellur aktgjykimin e Gjykatës Kushtetuese duke interpretuar edhe një herë atë, derisa pak më herët ishte Ramosh Haradinaj, ish kryetari i Aleancës, që po ashtu tregoi qëndrimin e tij dhe të partisë së tij se si do të cilën në kuvend.